Federica Mogherini e arrestuar në Belgjik. Një trënditje madhe për diplomacinë evropiane. Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët të jashtme dhe politikën e sigurisë, Federica Mogherini, është ndaluar këtë të marrë nga policia belge në kuadër të një hetimi të gjerë për mashtrim, korrupsion dhe konflikt interesi. Sipas mediumit belg, në total janë arrestuar 3 persona, mes tyre edhe Mogherini. Hetimi lidhet me dyshime për favorizim dhe konkurrencë të padrejtë në dhënien nga shërbimi diplomatik i BE-s në Kolegjin të Evropës, të një programi trajnimi nëntmujor të destinuar për diplomatët të ardhshëm evropian, Akademinë Diplomatike të Bashkimit Evropian. Faktet e kontestuara i përpasin periudhës 2021-2022 dhe veprat e dyshuara janë mashtrim në dhënien e kontratave publike, korrupsion, konflikt interesi dhe shkelje sekretit profesional. Kujtojmë se Mogherini udhëhoqi diplomacinë evropiane nga viti 2014 deri në vitin 2019. Ajo ndërmjetësoi edhe dialogun Kosovë-Serbi, duke quar drejt pajtimit mbi parimet e përgjithshme të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, zbatimin e marrëveshjes për energjinë dhe telekomunikacionin dhe për urën mbi lumin Ibër në Mitrovic. Gjithashtu, në fund të mandatit, ajo shprehu për kraje dhe për diskutimet jo zyrtare mbi ndryshimet eventuale të kufeve, pavarësisht paralajmërimeve të Gjermanisë se kjo marrëveshje mund të hapte plagë të vjetra në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndryshe, gjatë mandatit të saj 5 vjeçar në krye të diplomacisë së BE-s, ish ministra e punëve të jashtme e Italisë punoi ngushtë me 3 kryeministra të Kosovës në kuadër të përpjekjeve evropiane për të gjetur zgjidhje midis Prishtinës dhe Beogradit. E për më shumë detaje ndihni në faqen e Infokusit www.gazetainfocus.com.